Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë masa ndaj incidentit të djeshëm ku një person dëmtoi xhamin e derës së ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Pas aktiviteteve të ndërmarra për gjetjen e autorit dhe zbardhjes së rastit, policia njoftoi se ka privuar nga liria një person që dyshohet se ka shkaktuar incidentin. Sot, 12 janar 2026, në orën 12:40 në rrugën Kirilli dhe Metodi në Shkup, zyrtar policor nga Njësia e Punëve të Brendshme, Qendra dhe Bit Pazar e privua nga liria personin SHA 54 vjeçar nga Shkupi, pasi dje 11 janar 2026 ai kishte dëmtuar xhamin e derës hyrëse të ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Shkup. Më njëherë, pas marrjes së kallëzimit, u ndërmorën masa dhe aktivitete për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e rastit dhe SHA u arrestua, ndërsa pas dokumentimit të rastit do të parashtrohen kallëzim përkatës. Ndërkaq pas reagimit të Ministrisë së Jashtme, sot ka reaguar edhe Ministri i Jashtëm Timço Mucunski, i cili e dënoi incidentin dhe tha se bëhet fjalë për një rast të izoluar dhe se institucionet kanë reaguar shpejt dhe me efikasitet. Informacije za izoliran Sipas informacioneve fillestare, dëmi materiali shkaktuar nuk është i madh, por pavarësisht kësaj incidenti dënohet maksimalisht. Ministria e Punëve të Brendshme është kompetente për hetimin dhe se aty duhet të kërkohen informacione më të detajuara, por ajo që mund të them është se institucionet kanë reaguar shpejt dhe me efikasitet ndaj kësaj ngjarje. Incidenti ndodhi të dielën ndërsa ngjarja u konfirmua me fotografi dhe video të publikuara nga Ministria e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, e cila reagoi ashpër duke e vlerësuar si sulm ndaj misionit diplomatik. Shprehim shqetësim të thellë se ky akt i shëmtuar është rezultat i mungesës sistematike të reagimit nga ana e institucioneve kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndaj sulmeve të mëparshme dhe akteve vandaliste ndaj objekteve të lidhura me Bullgarinë dhe komunitetin bullgar, tha në njoftimin nga Sofia. Kujtojmë se incidentet të këtilla në vend janë regjistruar edhe më herët, ku në territorin e Maqedonisë janë vandalizuar objekte kulture bullgare.